Rritja e numrit të turistëve. Për kryeministrin Edi Rama tregon qartë ndryshimin dhe transformimin rrënjësor që vendi ynë ka pësuar përgjatë viteve. Në konferencën ndërkombëtare WAC 21, ku ekspert nga gjithë bota janë mbledhur në Tiranë për të shpalosur idetë e zhvillimit urban, kreu i qeverisë u rikthye pas në kohë, ku përshkroi kryeqytetin gjatë viteve të komunizmit. 54 vite më parë ishte një vend krejt i ndryshëm, ku nuk lejohej asnjë makinë private, ku numri i përgjithshëm i makinave që qarkullonin ishin rreth 5000 në të gjithë vendin dhe numri i turistëve 2000 në vit, ndërkohë që ne këtë vit do të shkojmë përtej 12 milion. Shefi i ekzekutivit vuri theksin tek sfidat me të cilat tashmë po përballet Shqipëria, në mënyrë që të përballojë fluksin e lartë të vizitorëve. Megjithatë, edhe pse bëjmë shumë për të risjellë njerëzve hapësirë ku ata të shijojnë të ecurin, ecja nëpër qytet u bë gjithmonë dhe më e vështirë. Mendoj që 5.09 çdo minutë që mund të marrim për të ngadalësuar hapin, në çdo metër që do të mund të përfitojmë për këmbësorët, është një sukses për të festuar, sepse është një mënyrë për të ndihmuar njerëzit tanë, por për aq kohë sa jemi ende të vetëdijshëm për sfidat e për atë që duhet të bëjmë, atëherë ne duhet të luftojmë. Rama gjithashtu lajmëroi se qeveria po punon me arkitekt dhe urbanist, në mënyrë që jo vetëm Tirana, por të gjithë qytetet e vendit të bëhen edhe më atraktive.